Këtu kam patate të prera në feta të holla, mund të prisni patate mbas tepsisë që keni. Unë kam një tepsi të zakonshme. Në fillim, hedh pak djath, tek letra njitse, edhe vë patatet me radhë. Pak djath. Filloj duke bërë patatet në feta të holla. I vë me radhë gjitha patatet si për njëra tjetrës. I kam larë, i kam fshirë dhe ujët, ja kam tha, dhe filloj i vë patatet me radhë. Mundoni që patatet të jenë një çik sa më të mëdhaja, që mos t'ju lodhin me feta të vogla. I vëm si për njëra tjetrës, nuk lëm vend bosh, që kur të hedhim harxhin, mos na dali harxhi nga poshtë. Kam vënë furrin në 180 gradë, patatet i vëm kështu si për njëra tjetrës. I dhe pak i përsipër. Dhe i lije me pak vaj ulliri. I vej në furrë për 20 minuta. Tash i kam vënë tiganin, kam edhe vaj ulliri, dhe do bëj harxhin për mbushjen e rolojit. Dhe filloj do të bëj me mish pule. Mish pule me gjokë pule të vogla, të prerna shumë copa të vogla. Filloj me gjokët e pulës. I hedh qepën, një kokor qep të vogël, e grirë dhe kjo në copa të vogla. I vë pak unë sa të piqë kujtin e saj qepa me mishin e pulës, një 2-3 minuta. Këtu kam pak kërpudha të vogla, janë shumë të vogla dhe i kam prerë prapë në copa të vogla. Edhe këpurdhat. I vë kapakun dhe i lë një 5-6 minuta. Shtoj pak speca dhe këto të prera në copa të vogla. Të kuqe dhe jeshile nuk është e thënë, mund të hidhni çfarëdo lloj specave që mund të keni. Shtoj dhe një karrot të vogël të prerë, dhe kjo e kam prerë në blender të holla fare, dhe një karrot. Shtoj dhe 3 thelpa hudrave. Shtoj spec, e bëj qik me spec të djegë, të bëj pak, të djegë kur themi lezetshëm shumë, pak pikante, edhe paprika. E shoh pak për krip. Po shtoj pak krip.
shtoj pak ujë. I mbuloj dhe i lë të zinë për janë 7-8 minuta. Sa të pinë ujtin. E kam pirë lëngun e tyre dhe i shtroj një qik krem qumshti. Tre luk krem qumshti. I jep shumë shije. E mbyll sobën, e heq dhe e lë pak një 5-6 minuta sa të ftofet, një qik sa të ngrijë. Patatet i kam zjerur, një 5 minuta i lë një qik që të ftofet, se nuk i kap dot me dorë që të kthesh atë rolojnë, dhe harxhin po ashtu. Tash i filloj e shtroj, i hedh harxhin për mbi vete. Vut harxhin që të vej gjithandeja një lloj. Harxhi është shumë i shishëm. Deli për sosur. Nuk ka speca, këpurdhat, nuk ka ndonjë gjë kush e di se çfarë të madhe. Dhe pak mish pule, gjoks pule. Kthej nga poshtë e lë një qik pak bosh, në një gisht poshtë, një patate me poshtë, harxhi sipër, që të mos, kur ta mbledhem rolon, mos na dali nga roloi, të jetë harxhi brenda. E shtroj kështu me luk, që të vej gjithandeja njësoj harxhi. I hedh pak djath për sipër. E shikoni për kripën vetë sa duhet. Ishte edhe pak majdanoz. Edhe majdanozi jep shije. Dhe filloj e mbledh. Mbledhjen e filloj nga kam bërë shtrimin, nga fillimi, jo nga fundi, ku mbarojnë shtrimin e patates, nga fillimi ku kam shtruar pataten. Atëherë filloj, krej se nuk prishet patatja. E kthej pjesën e poshtme tash dhe i puj të dyja pjesët kështu. Tash i shtoj pak djath prapë për sipër.
Dhe fut 10 minuta në furrë të sobës me majdanos përsipër pak. Jetë kam përqik majdanos më të hollë që t'ja e përsipër. E vë dhe 10 minuta në furrë të sobës. E lash një 5 minuta sa u ftoftë që të ngri pak, si çdo gjellë në pasticë kur bëjmë që mos na prishet, e lëm pak që të ftofet. E nxorra e kam vurë në pjatell dhe unë i hedhe një salcë, me që e bëj pak pikante, një çik pak djegse, i hedhe edhe një çik salcë mbi vete. Ajo është me dëshirë, dë bëni një salcë tjetër, po unë po ju a jap se çfarë salcë bëj. Hedh balsamico, mjalt, mustarda dhe ketchup. Hedhe di lugë lëng portokalli, del një salcë e mrekullueshme dhe i shkon shumë. Edhe ja hedh mbi vete, ku e shoqëroj edhe në pjatë kur e nxjerr. Ky ishte roloj me patate, del shumë i mirë, provojeni. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj shëndet dhe një ditë mbar.